Një 57 vjeçar është ekzekutuar me armë zjarri mëngjesin e kësaj të diele në Tale të Lezhës. Viktima Pjetër Kaza sapo ishte kthyer nga puna rreth orës 1 të mëngjesit dhe është ekzekutuar brenda makinës së tij. Policia bëri me dije se trupi është konstatuar nga bashkëshortja e viktimës rreth orës 5 të mëngjesit të sotëm dhe dyshohet se ai është qelluar pak momente pasi ishte kthyer nga turni i natës, pasi punonte në minierën e Spaçit në Mirdit. Familjarët e gjetën viktimën të qelluar me armë zjarri brenda mjetit të tij që po e parkonte në oborrin e banesës. Gjakmarrja është pista kryesore ku po heton policia. Historia e vrasjeve si pasojë e gjakmarrjes mes fisëve Gjini dhe Kaza numëron disa viktima. Një vit më parë, më 6 maj 2024, vllai i Pjetrit, Agustin Kaza, 44 vjeç, u qellua me armë zjarri në taracën e një kafeneje në Bruksel. Familja Kaza janë me origjinë nga Oroshi i Mirditës. Djali tjetër i familjes, Martin Kaza, është dënuar për vrasjen e 2 vëllezërve Gjini më 3 korrik të 1997 në Mirdit. Martin Kaza është dënuar me 22 vite burg për vrasjen e vëllezërve Dod dhe Agustin Gjini, të cilët dyshohet se i kishin vrarë vllan, shef krimesh në vitin 1994. Martin Kaza u ekstradua nga Britania e Madhe në vendin ton në dhjetor të vitit 2017 dhe po vuan ende dënimin në qeli, por saga e hakmarrjes mes dy fisëve nuk përfundoi me dënimin e tij nga drejtësia.